Ndërto jetën, nxit besimin. Jeto me frekuencën e Radio Emanuel. You light up my world. Ngrihu, buzëqesh dhe fillo ditën me dritë. Me buzëqeshi ditës, çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte në orën 8:35. Mbushur me frymëzim, me gëzim dhe muzikë që ngre shpirtin lart. Përshëndetje miq të dashur, edhe mirë se erdhët në Buzëqeshi ditës, emisioni ku në çdo puntat ne përpiqemi të sjellim jo vetëm informacion, por edhe reflektim, qetësi edhe kujtesë. Unë jam Jona dhe ju falenderoj që jeni sot me mua. Në fundjavën që lam pas, ishte një fundjavë e cila na kujtoi një datë shumë të rëndësishme për historinë dhe identitetin ton kombëtar. Më 17 janar u përkujtua ndarja nga jeta e Gjergj Kastriot Skënderbeut, një figurë që nuk i përket vetëm librave të historisë, por vetë dijes son si komb. Edhe pse sot data është 21 janar, ka përkujtime që nuk mbarojnë me kalendarin. Kujtimi tyre vazhdon me mënyrën si mendojmë, si veprojmë dhe si transmetojmë vlerat te brezat që vijnë. Për këtë arsye, sot ne do të ndalemi për të reflektuar mbi figurën e Skënderbeut, jo vetëm si hero, por si trashëgimi që na flet edhe sot. Prandaj kam vendosur ta quajmë puntatën e sotme Përkujtojmë Skënderbeun. Për ta bërë këtë reflektim më të plot, kemi sot në studio mësuesin e historisë Piro Zhekun. Përshëndetje Piro, faleminderit që je sërish me ne në Buzëqeshi ditës. Përshëndetje mi se u gjeta. Është kënaqësi që je së bashku me ne dhe unë do thoja që kjo puntata e sotme është edhe një premtim i mbajtur për dëgjuesit, si nga unë edhe nga ti. Erën e fundit që ti ishe në studio i premtuam dëgjuesve që duhet të ndaleshim më gjatë te figura e Skënderbeut dhe tham që jo thjesht do flisnim për të, por ai meritonte një puntatë të gjithën. Shumë e vërtetë. Prandaj sot jemi këtu për t'ia dedikuar këtë puntat të gjithën Skënderbeut. Do të ndalemi tek figura e tij. Piro, si mendon, çfarë bën Skënderbeun një figurë kaq të veçantë, jo vetëm për shqiptarët, por edhe në kontekstin e historisë europiane? Në kontekstin e historisë europiane, Skënderbeu shihet si një mbrojtës i krishtërimit, si një atlet i krishtërimit, titull të cilit i ka marrë edhe nga papët e Romës asaj kohe. Ai një si njeriu që për 25 vjet i rezistoi perandorisë osmane, mbajti larg perandorin osmane nga Europa, pra mbrojti jo vetëm Europën, por dhe qytetërimin evropian. Mbrojti krishtërimin atje. Prandaj dhe këto tituj ai kishte mëse të merituara. Gjithashtu për Skënderbeun nuk janë bërë vetëm monumente, janë bërë libra, vepra të shumta, të cilat ne i kemi në shumë gjuhë të botës. Ka vlerë shumë të veçantë për qytetërimin. Ka një vlerë ndërkombëtare, jo vetëm kombëtare, por ndërkombëtare. Një pengesë serioze e perandorisë osmane drejt kalimit në Europë. E shohim si përqafohet figura e Skënderbeut edhe nga shtetet të tjera, apo jo? Po. Shumë shtete thash kanë vlerësuar atë, sidomos papët e Romës kanë dhënë tituj të shumtë. Sot flitet shpesh në fakt për Skënderbeun, por ndonjëherë edhe në mënyrë të thjeshtuar. Cili mendoni se është keqkuptimi më i madh që kemi sot për figurën e tij? Mendoj se keqkuptimi më i madh për Skënderbeun sot është pjesa e legjendës. Skënderbeu duhet shmitizuar nga shumë anë, sepse dikur në librat që ne kemi mësuar, jo Skënderbeu i fortë, i gjatë, shpatullgjer, dhe me radhës epitetet që ai kishte marrë. Megjithatë Skënderbeun situash dua ta ulim me këmbë në tokë. Ta shikojmë atë si një njeri real, si njeri i cili mendonte si gjithë të tjerët, kishte një inteligjencë, normalisht, kishte një zgjuarsi shumë të madhe, kishte strategji, sidomos strategjitë e tij bën shumë efektive luftën e Skënderbeut kundra perandorisë osmane. I njihte shumë mirë osmanët, njihte mendimet e tyre, ishte rritur në oborin e sultanit dhe dinte mendësinë e osmanëve. Dinte shtigjet ku mund të kalonin osmanët në Shqipëri. Prandaj dhe e studioi shumë mirë terrenin përpara se osmanët të vinin këtu në Shqipëri dhe të luftonin me Skënderbeun. Pra Skënderbeu nuk ishte thjesht një luftëtar. Mund ta shohim figurën e tij më gjerë apo jo? Po.
Mund të ndalemi pak më gjerë ndoshta tek figura e tij si strateg, si udhëheqës me vizion, diplomat po ashtu. Skënderbeu nuk ishte vetëm një hero me shpatë, mund ta themi. Skënderbeu ishte një figurë polidimensionale. Mund ta shikojmë si strateg ushtarak. Strategjitë që ai përdorte ishin shumë efektive. Prandaj dhe nga gjitha betejat që ai luftoi me perandorin osmane, vetëm një arriti që të humbte, të gjitha të tjerat i kishte fitore. Dhe kjo nuk ishte rastësi. Ishte thjesht strategjia e tij që ai përdorte. Mund ta shohim si udhëheqës vizionar, patjetër kishte një vizion për të ardhmen e vendit. Ai ishte i pari që kuptoi rëndësinë e bashkimit të principatave në një të vetme, sepse ai e dinte shumë mirë që nëse principatat do të rinin të ndara, do të pushtoheshin shumë lehtë nga perandoria osmane. Dhe jo më kot mbajti dhe lidhjen e Lezhës, një nga momentet kryesore dhe kyçe të historisë së tij. Në 2 mars të vitit 1444, Skënderbeu ka mbajtur lidhjen e Lezhës, bashkoi të gjithë princat shqiptar me të vetmen arsye sepse shikonte pjesën e të ardhmes së vendit. Pra e ardhmja e vendit nuk do të jetë pa bashkim. Prandaj e shikonte këtë në rolin e udhëheqësi vizionar. Dhe tjetra pra asaj që një diplomat shumë i zgjuar. Arriti që të lidhte dhe marrëdhënie diplomatike me vende shumë të rëndësishme të asaj kohe, të cilat dhe ati nevojiteshin për luftën kundër perandorisë osmane, jo vetëm nga ana monetare, por edhe nga ana ushtarake. Për shembull, mbretëria e Napolit, që ishte shumë e rëndësishme në atë kohë, dhe mbreti i saj Alfonsi I, me cilin Skënderbeu kishte marrëdhënie të mira, arriti që t'i jepte Skënderbeut jo vetëm shuma monetare, por edhe ushtare për të mbrojtur vendin e tij nga osmanët. Papati gjithashtu ndihma monetare, stimuj morale, tira me radhë titull që shumë t'i dha. Mbretëria e Hungarisë kishte marrëdhënie shumë të mira, sidomos me mbretin e Hungarisë asaj kohe Janosh Hunyadin, me të cilën ndanin edhe shumë interesa të përbashkëta. Një interes i përbashkët ishte lufta kundra perandorisë osmane. Pra mund ta shohim në shumë rrafshe. Prandaj thashë është një figurë polidimensionale. Jo vetëm hero me shpatë, strateg, diplomat, shumë i zgjuar, udhëheqës vizionar. Mrekullueshme. Por mund të ndalemi pak më shumë nga informacionet që ne kemi, si ishte marrëdhënia e tij me popullin. Ndoshta të ndalemi tek ajo ana më njerëzore. Po. Se ishte njëri si gjithë të tjerët edhe si ne. Kështu që e shohim realisht si hero, po edhe realisht. Realisht si ai ishte. Atë kohë Skënderbeu nuk sundonte me frikë me popullin e tij. Ai sundonte me zgjuarsi. Populli atë e donte për disa arsye. Mendoj se ndonte se pikërisht jetonte me ta, luftonte me ta dhe nuk I tradhoi asnjëherë. Mbajti fjalën e dhënë, për cilën e dha me 28 nëntor të vitit 1443, ku ngriti flamurin në Kalan e Krujës, çoti mbronda ata nga perandoria osmane. Dhe vërtet shumë ndodhi, nuk e tradhoi asnjëherë, pavarësisht se tradhtit pasaj u bën të shpeshta në kampin e Skënderbeut kundër tij. Siç ishte për shembull 2 niprit e tij, nipi I tij që ishte Hamza Kastrioti, djali I vllait, I cilin e riti që të vogël, e mori në Arbëri kur u kthye dhe në fund ai e tradhoi u bashkuan perandorinë osmane. Sepse ishin interesat. Natyra njerëzore fatkeqësisht kjo. Hamza Kastrioti e tradhoi sepse humbi interesin për marrjen e pushtetit. Pas vdekjes së Skënderbeu lindi djali, kështu që automatikisht atë kalonte djalit e tij pushtetit. Kështu që Hamza Kastrioti e pata arsyeshme të bashkohej me perandorinë osmane, sepse ata I ofruan normalisht më shumë. Nipi tjetër që ishte djali I motrës së tij dhe ai e tradhoi duke bashkuar me osmanët. Gjithashtu dhe miku I tij I ngushtë që I kishte dhënë tokat në Dibër, zoti I Dibrës Mojsi Golemi. Dhe ai ishte shumë I rëndësishëm, pavarësisht se më pas ai kërkoi falje Skënderbeut, ai normalisht e fali dhe I riktheu përsëri tokat në Dibër. Dhe deri në fund të jetës së tij Mojsi Golemi do të mbetej një nga miqtë më besnikë dhe më të ngushtë Skënderbeut. Mendon që në kohët e sotme kemi figura të ngjashme, le të themi, me Skënderbeun, të paktën në këtë aspektin më njerëzor, si ai pati marrëdhëniet me
popullin e vet, me bashkëkombasit e tij. Apo jo më kote quajmë hero atë. Për mendimin tim ai ishte heroi vetëm kombëtar. Nuk besoj se sot mund të ketë ndonjë tjetër figurë që mund t'i përgjasoj figurës së Skënderbeut. Për mendimin tim, Po. kjo është. Pastaj ndoshta më vonë nëse del ndonjë tjetër. Të shpresojmë Të shpresojmë që po. Kemi nevojë. Kemi nevojë. Çdo vend ka nevojë për heroin, kështu që. Po, edhe në ditët e sotme kemi nevojë. Po, kemi nevojë. Tani Piro, ne do të bëjmë një ushtrim të vogël mendimi. Po. Një lojë të thjeshtë. Po. Se ti e di tashmë, ja Po. ke marrë dorën buzëqesh i ditës, e di që këtu Po. edhe luajmë. Loja që kam zgjedhur sot për ty është në një fjali. Po. Atëherë ajo që do të ndodhë është mësues Piro do të përpiqet që të përmbledh Skënderbeun vetëm me një fjali, për të cilën fjali që unë do ta filloj. Okej? Po. Skënderbeu si udhëheqës ishte. Vizionar. Okej. Derisa e tham. Po. Forca më e madhe e Skënderbeut ishte Mendoj strategjia. gabimi që ne bëjmë sot kur flasim për Skënderbeun është Mitizimi. nëse Skënderbeu do t'u fliste të rinjve sot, mesazhi i tij do të ishte Përgjegjësi dhe dinjitet. e bukur shumë. Trashëgimia e vërtetë e Skënderbeut është Vlerat që ai ka trashëguar deri më sot. Skënderbeu mendoj se për shemb qendresa ose liria. shumë mirë. Ishin vetëm 5 fjali dhe ja dole më së miri ti për mblidhje. Pse zgjodha këtë lojë këtë herë me ty? Është sepse e di që të pëlqen ti sqarosh gjërat gjerësisht. Jo më kot, një mësues historie dhe ja dole që ti për mblidhje më së miri. Shumë faleminderit që ishe pjesë e lojës edhe sot. Tani, diçka tjetër që ne bëjmë në Buzëqesh i ditës është edhe rubrika kuriozitete ose fakte interesante. Dëgjuesit e dinë shumë mirë që është një ndër rubrikat e mia të preferuara, prandaj her pas here zgjedh që të ndaj fakte interesante apo kuriozitete me ta. Por sot, duke qenë që kemi këtu mësuesin e historisë, po flasim për figurën e Skënderbeut, unë besoj që do të kishte më shumë kuptim të mos isha unë që i ndaja faktet, por të ishit ju mësues. Si mendon, a mundet që të ndash me ne disa fakte që ndoshta nuk i kemi ditur rreth Skënderbeut? Tani, unë do daj disa fakte të cilat janë interesante, i kam lexuar, kam studiuar deri diku. Skënderbeu di që fliste rreth 3 gjuhë. Fliste shqipen gjuhën e tij të merrës së pare punës, fliste turqishten, osmanishten, cilën ai u rit në oborin e sultanit dhe normalisht mësoi dhe atje. Fliste edhe latinishten, e cila ishte një gjuhë e përhapur në atë kohë, gjuha që përdornin pothuajse vendet e Europës perëndimore, sidomos gjuha e kishës katolike të asaj kohe. Tjetër, Skënderbeu, me sa kam lexuar dhe me sa kam marrë disa informacione për Skënderbeun, Skënderbeu bënte pjesë në një urdhër shumë të rëndësishëm. Një urdhër që ishte i fshehtë pa atë kohë, quhej urdhri i Dragojit. Kishte si simbol Dragojin, i cili ishte simboli i urtësisë, forcës në atë kohë. Dhe për çfarë shërbente ky urdhër? Ky urdhër shërbente për të dëbuar perandorinë osmane nga Ballkani që e kishte pushtuar gjatë asaj kohe. Dhe gjithashtu duke mos lejuar depërtimin e perandorisë osmane drejt Europës së krishterë. Këtu bënin pjesë perandori Maksimilian, ishte mbreti i Hungarisë që unë e përmenda që pari, dhe nga miqtë e Skënderbeut Janosh Hunjadi. Këtu bënte pjesë Alfonsi V i Napolit, i mbretërisë së Napolit, një nga mbretëritë më të rëndësishme të asaj kohe. Bënte pjesë edhe Skënderbeu, gjithashtu, dhe me sa di bënte pjesë edhe atë që ne i quajmë si Vlad Dracula, apo Vlad Dragoi, si që një ndryshe. Bëni pjesë në këtë urdhër, thjesht si thash, qëllimi i tyre ishte të dëbonin perandorinë osmane nga Ballkani dhe të mos lejonin depërtimin e perandorisë osmane drejt Europës. Të ruanin vlerat europiane, të ruanin vlerat e qytetërimit evropian. Po. Kjo ishte synimi i këtij grupi, i këtij urdhri shumë të rëndësishëm.
Gjithashtu mund të themi se Skënderbeu nuk ka humbur as i betejnë në fushë të madhe, fushë të hapur. Pavarësisht se ushtria e tij numerikisht ishte e vogël, mund të arrinte në maksimumin e saj 15.000 deri në 20.000 luftëtar, po llogarit maksimumin e burrave për luftë, ai arriti që të bënte pallë një ushtri që ishte numerikisht shumë e madhe. Ishte perandoria osmane, e cila vinte me forca shumë të mëdha, 2 fish më të mëdha, 3 fish më të mëdha, 5 fish më të mëdha. Mund të vinte me 50.000 deri në 100.000 ushtar. Edhe armatimet ishin më të sofistikuara apo jo? Armatimet normalisht i kishin më të mira, por nuk është se Skënderbeu fitoi nga ushtria. Thash ushtria ishte nuk ishte e vogël. Fitoi thjesht nga strategjitë e tij. Strategjitë e tij ishin shumë efikase. Prandaj tash ai u rit në oborin e sultanit, mësoi atje mendësinë osmane, mësoi mendjet e tyre, mësoi vendet ka mund të hynin osmanët drejt Arbërisë, të gjitha shtigjet. Prandaj dhe në kalat kryesore kufitare i vuri njerëzit e tij të besuar. Sepse e dinin që anë do të vinin osmanët, dhe prandaj atyre kalave kushtoi një rëndësi shumë të madhe. Duke vendosur një numër më të madh ushtarësh në ato kala, dhe gjithashtu duke vendosur njerëzit e tij më të besuar. Si për shembull kalaja e Svetigradit në Dibrën e sotme dhe me radhë. Gjithashtu një fakt tjetër interesant, me sa kam lexuar në disa artikuj, tash nuk e di sa e vërtet mund të jetë, megjithatë e kam lexuar në një artikull para disa vitesh. Është momenti të ndajmë gjëra që janë interesante, kështu kështu një letër që Sultan Murati i dytë i dërgon Skënderbeut. Sultan Murati i dytë ishte ai i cili Skënderbeu u rit në oborin e tij. Ai e konsideronte Skënderbeun mund ta them si bir të tij, sepse Skënderbeu u rit dhe me djalin e Sultanit Muratit të dytë në ato obor, mësoi me të, luftoi bashkë me të, i cili më vonë do të bëhej sultani i ardhshëm i perandorisë osmane, pra nga miq të ngushtë do të bëhen në kundërshtar shumë të mëdhenj me njëri tjetrin. Skënderbeu me Mehmetin e dytë, i cili njëjtë si pushtues i Konstantinopolis. Letra që Sultan Murati i dytë i dërgon Skënderbeu, kur Skënderbeu kishte lënë perandorinë osmane, tashmë ishte kthyer në tokën e të parëve të vet, në principatën e Kastriotëve, dhe po i bënte shumë pengesë Sultan Murati i dytë. Ai i dërgon një letër Skënderbeut dhe i thotë që ti Skënderbeu fillojnë titujt pasaj siç i kanë që shkruanin për letra diplomatike të asaj kohe. Unë të ftoj, thotë, që të kthehesh përsëri në perandorinë osmane, do të të jap tokat më të mira, do të bëj general shumë të madh ushtarak dhe do kesh shumë pasuri të mëdha. Pra, si thua, i ofroi Skënderbeut shumë gjëra të cilat ai sipas sultanit nuk mund t'i refuzonte ato gjëra. Kjo letër mbërrinte Skënderbeu dhe Skënderbeu i kthej në mënyrë diplomatike nga ana e tij një përgjigje ku i thotë ti Sultan Murati i dytë, princi, si titujt me radhë siç e kishin ata, i thotë që unë do të kthehem me shumë dëshirë në perandorinë osmane, por vetëm me një kusht. Kushti vetëm është që ti sultani thotë të pagezohesh dhe të kthehesh në fenë krishtere. Që e cila në atë kohë nuk mund të ndodhte, pra Skënderbeu arriti të kthente një përgjigje shumë diplomatike sultanit, një gjë të cilën sultani nuk e priste. Po. Shaktë sultani priste Skënderbeu të ktheheshe. Pas gjithë atyre gjërave që i kishte premtuar, mendoi se ai do ktheheshe, por Skënderbeu i themi një përgjigje diplomatike duke ditur që sultanin kurse si nuk mund të ktheheshe në fenë krishtere, sepse ata kishin si qëllim zjerimin e fesë islame. Po. Dhe kjo është përgjigja që Skënderbeu i thënë atij. E kam lexuar dikur në një artikull, nuk e mbaj mend tani se në çfarë e kam lexuar, por që e kam lexuar këtë dhe më ka bërë shumë përshtypje si fakt. Tani nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, por thjesht e kam lexuar në këto. Edhe letra e Skënderbeu ka shkëmbyer pasaj me Mehmetin e dytë, me djalin e Muratit të dytë. Edhe ato janë letra shumë interesante. Në fakt Skënderbeu njihet për mprekhtësinë e tij, kështu që besoj duhet patjetër të ketë dhënë një përgjigje të tillë. Po. Me një lloj. Besoj se mundet, por që nuk e di realisht 100% sa e vërtet ishte si letër.
Kishe diçka për të ndarë për letrat e tjera? Letrat që ai shkëmbeu përsëri me Mehmetin e dytë ishin kryesisht letra diplomatike, letra të cilat flisnin për gjendjen e luftës. Mehmeti i dytë që i kërkon Skënderbeut edhe ai njësoj si jati që të kthehet në perandorinë. Mendonin që mund të blihej. Osmane, po, mendonin që mund të blihej, por jo kurse si. Skënderbeu ishte shumë i vendosur në atë qëllimin e tij që ai kishte. Letra për shembull për shkëmbime pengjesh, të cilët kishin gjatë kohës së luftës ndodhin dhe këto gjëra për shembull shkëmbimit të pengjeve kryesisht të këtyre luftëtarëve të normale. Të mëdhenj. Po. Aty patjetër që mund të bini në diskutime dhe po, mund të bini në diskutim, vetëm një rast Sultani Mehmeti i dytë nuk arriti që ti që ti kthehej Skënderbeut përgjigjen e merituar, sepse pasi Sultani Mehmeti i dytë kishte zënë rob 8 kryekomandant të Skënderbeut, Skënderbeu i kërkon Mehmeti i dytë që ti kthejë këta 8 kryekomandant sepse i kishte kryesorët në luftë, por Mehmeti i dytë kithejnë përgjigje negative. Këto Skënderbeu sa florin të duash mund të jap për të mi kthyer ata, por Mehmeti i dytë ishte lodhur me këto gjëra, ishte lodhur me nuk po e mundte dot. Skënderbeun, pra si thua nga inati, e si për nuk erse i ka ktheu kryekomandantët. Dhe pastaj ata 8 kryekomandant kanë përjetuar një vdekje shumë mizore, një arrjepur për së gjalli dhe janë lënë ashtu derisa të vdisin. E të mërshme. Shumë faleminderit Piro që i ndave të gjitha këto fakte interesante së bashku me ne, edhe jam e sigur që shumë prej tyre nuk i kishim dëgjuar më përpara. Ne do të vazhdojmë diskutimin ton së bashku pas pak në pjesën e dytë të programit, sepse i kemi premtuar dëgjuesve që kjo puntat do t'i dedikohet e gjitha figurës së heroit ton kombëtar. Por në këto momente të dashur dëgjues, ju ftoj që të ndiqni Ana Buzhokaj me Të kam për zemër, vazhdoni dhe qëndroni me ne. Do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë të programit. Kursina të mbulon frika, ti fring mos ki se më ke pra. Kur të vërshoj me vru për mbytja, dora ime djath të mban. Unë të du brakti se je i qmuar, të kam thirur unë me mër, dorën time të kam shkruar. Nuk do digjesh, do lëndohesh, kur rreth teje flakon zjari, do të jem gjithmon pranë teje, jam çliruar si shpëtim tari. Unë të dua, t'kam për zemër, s'të brakti se je i qmuar, të kam thirur unë me mër, dorën time të kam shkruar. Unë të brakti se je i qmuar, të kam thirur unë me mër, dorën time të kam shkruar. Kur me spren nga shem mundimesh, zemra jote nis likshtohet, e s'kushtimit e premtimesh, sërim do të t'kujtohet.
të gjithëve. Ky është edicion informativ shkurt i orës 9 këtu në Radio Emanuel. Mirëmëngjesi zonja dhe zotrinj, jeni me Radio Emanuel. Ora është 9, këto janë lajmet. Nisë zyrtarisht projekti Toka, një model i ri për zhvillimin e bujqësisë shqiptare. Në qytetin e Korçës u nënshkrua zyrtarisht marrëveshja e bashkëpunimit për këtë projekt, një nismë strategjike e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, që synon transformimin afatgjatë të sektorit bujqësor shqiptar përmes një modeli modern bazuar në inovacion, dije dhe standarde europiane. Marrëveshja u nënshkrua nga të gjitha palët: Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Universiteti Fanoli i Korçës, si dhe Bashkitë e Korçës, Pogradesit, Maliqit dhe Vollit, Kolonjës dhe Pustecit. Nisja e projektit u përshëndet edhe nga rektori i Universitetit Lorenz Ekonomik, kryetari i Bashkisë Korçë Zoti Raj Filo, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, bashkëdrejtuesi i ADF-s Martin Mata, si edhe kryetari i Kuvendit Zoti Niko Peleshi. Projekti pilot në rajonin e Korçës, i sulmuar nga modeli holandez, krijon një rrjet bashkëpunimi ndërinstitucional midis universiteteve, pushtetit vendor dhe aktorëve privat. Dia përdoret si instrument për të nxitur transformimin dhe zhvillimin rajonal të qëndrueshëm. Ishte rektori i Universitetit Fanoli Lorenz Ekonomi. Vazhdojmë tani me të tjera zhvillime, duke filluar nga viti 2026, programi kombëtar i depistimit të kancerit të qafës së mitrës zgjeron fashën e grup moshës së grave përfituese nga 40 në 50 vjeç në 35 në 55 vjeç. Një nismë kjo që synon rritjen e ndërgjegjësimit për kontrolle dhe uljen e rrezikut ndaj kësaj sëmundjeje. Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala në një videomesazh theksoi se sot po bëjmë një hap të rëndësishëm për shëndetin e grave dhe për të ardhmen e shëndetit publik në Shqipëri, bazuar në të dhënat shkencore, situatën epidemiologjike në vend, rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe në strategjinë globale të OBSH-s për eliminimin e kancerit të qafës së mitrës. Vendosim kështu të zgjerojmë fashën e grupmoshës për depistimin e kancerit të qafës së mitrës me testin HPV nga 40 qishte në 35 vjeç dhe nga 50 në 55 vjeç. Mosha mesatare e diagnostikimit të kancerit të qafës së mitrës është 53 vjeç, çka tregon qartë se depistimi duhet fillojë më herët dhe të mbulojë një periudhë më të gjatë rreziku, tha Sala. Adif, kompania që menaxhon rrjetin e kurrëdor spanjoll, ka urdhëruar një kufizim shpejtësie për trenat në linjën Madrid-Barcelon pas daljes nga shina të Adamuz. Sipas raporteve të medias, vetë kompania u komunikoi këtë makinistëve të trenave, duke specifikuar se një shpejtësi maksimale prej 150-160 km/h është vendosur në pikat të caktuara përgjatë rrugës. Kufizimi u dekretua si mas sigurie pasi u raportuan disa probleme kritike në linjë për shkak të gjendjes së një tuneli dhe pajisjeve të caktuara e kurrëdore. Sindikata e makinistëve të trenave kishte njoftuar qëllimin e saj për të kufizuar shpejtësinë e trenave në këtë linjë nga maksimumi lejuar 300 km/h në 230 km/h për një shtrirje prej gati 200 km midis Madridit dhe Katatajdit për shkak të problemeve të hasura në infrastrukturën e kurrëdore. Rreshje bore dhe temperatura të ulta, kështu varion edhe kjo e mërkur 21 janari në rajonin e Korçës, i cili sot është zgjuar i mbuluar nga bora. Nga -2 në 0 gradë Celsius luhaten temperaturat, ndërkohë që nesër do të kemi një ndryshim të modit i cili do të vazhdojë të ketë më tepër kthjellime dhe temperaturat që variojnë nga -2 në 3 gradë Celsius. Do të shohim tani tregun e këmbimit valutor. Për sot një euro blihet me 96.2 lek dhe shitet me 96.9 lek, ashtu si u quotua edhe një ditë më parë. Ndryshime me rënje përballë lekut shqiptar ka psuar dollari amerikan. Sot një dollar blihet me 82.3 lek dhe shitet me 83.3 lek, pra 0.3 lek më pak nga dita e djeshme. Të nderuar dëgjues të Radios Emanuel, ishit me lajmet shkurt të orës 9. Ngrihu, buzëqesh dhe fillo ditën me dritë. Me buzëqesh i ditës, çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte në orën 8:35. Mbushur me frymëzim, me gëzim dhe muzikë që ngre shpirtin lart. Studio, ju tashmë e dini, në studio së bashku me mua është edhe mësuesi i historisë Piro Zheku. Jemi duke u ndalur sot tek figura e heroit ton kombëtar Skënderbeut në këtë puntat me titull Përkujtojmë Skënderbeun. Piro, tani si mendon? Je gati të bëjmë edhe një lojë të thjeshtë së bashku? Po.
Patjetër. Loja këtë herë quhet mit apo e vërtet. Le ta bëjmë bisedën Po. ton pak më ndërvepruese. Unë do të them një deklaratë që thuaj se shumica prej nesh e besojnë si të vërtet, por ti do të na thuash, është realisht e vërtet apo është mit në fakt? Po. Skënderbeu luftonte vetëm me shpatë. Kjo është një mit. Okej. Për mendimin tim, jo vetëm me shpatë, siç e përmendëm edhe më përpara, se për luftonte me zgjuarsi, luftonte me strategji, luftonte edhe me diplomaci. Ishin armat e tij më të forta. E vërtet. Ai kishte një ushtri shumë më të vogël se kundërshtarët. E diskutuam në fakt këtë. Po, e diskutuam, kishte, është e vërtet. Thash, numri mund të arrinte deri në 15.000-20.000 burra maksimumi që mund të arrinte. Dhe ishte numri kishte vogël në krahasim me perandorinë osmane, e cila mund të arrinte deri në 100.000. Okej, këtë deklarat mos kemi frikë ta bëjmë sepse është e vërtet, është siç e jemi vërtet, mësuar po, që është e ta vërtet. themi. Skënderbeu kishte aleanca të forta diplomatike me fuqitë europiane, mit apo e vërtet? Po, është e vërtet. Edhe më para përmendim që Skënderbeu kishte marrëdhënie shumë të mira me vendet kryesore të asaj kohe, dhe ato ndanin dhe interesat përbashkëta me njëra tjetrën, Po. siç ishte për shembull mbretëria e Napolit në Itali, apo siç ishte papati, shteti papës, papët e Romës, e cili Skënderbeu kishte marrëdhënie të mira, me Republikën e Venedikut, apo Venecian siç ne e quajmë sot, dikur ka qenë një republikë shumë e rëndësishme, Republika e Venedikut, një republikë tregtare, me të cilën Skënderbeu kishte marrëdhënie të mira, por her pas here kishte edhe si të lëkundura marrëdhëniet me Republikën e Venedikut, me mbretërinë e Hungarisë, gjithashtu kishte marrëdhënie shumë të mira, me Vlad Drakulën, që ishte një nga Vladi III, edhe më të kishte marrëdhënie të mira. Ai u formua që në fëmijëri larg vendit të tij, mit apo e vërtet? Po, është e vërtet. Fëmijë që Skënderbeu që në moshë të vogël shkoi drejt perandorisë osmane, së bashku me vëllezërit e tij u dorëzua peng tek sultani. Kjo ishte një nga kushtet që sultani u kishte vënë princave arbëror të asaj kohe, që dorëzonin të paktën një fëmijë peng, që ta kishte si garanci që ata nuk do t'i ngrinin krye më vonë sultanit. Prandaj e bënin këtë gjë. E kuptoj. Skënderbeu nuk ishte vetëm luftëtar, por edhe administrator dhe udhëheqës shteti, mit apo e vërtet? Po, e vërtet. E tham që në fillim. Okej, Ishte- do me thënë nuk qëngemi shumë keq. Shumica nga Jo. deklaratat tona janë të vërteta. Janë të vërteta. Tani Të thash, vërteta. ka edhe disa mite për Skënderbeun, por Okej, që ka- shtat zgjat edhe shpatull gjerë. Po, Është mit apo e vërtet? është mit, Është mit. është mit. Ne u ritëm faktikisht me tekste të kësaj natyre. Është mit. Edhe shumë vonë dëgjuam rreth trupit fizikut të tij që ishte Po. shumë ndryshe, por kjo nuk e bën figurën e tij më pak të madhe, Po, nuk e zvoglon normalisht, atë. Nuk e zvoglon, as e diskutohet, pa diskutim. Figura e Skënderbeut të respektua edhe nga kundërshtarët e tij. Po, Është e vërtetë edhe është kjo. e vërtet. Siç e thash edhe njëri, respektoi shumë nga kushtat thash, nga sultani me letrat që ata këmbenin me njëri tjetrin. Po, respektoi figura e Skënderbeut. Nga sultani Murati II, Mehmeti II, e tjerë me radhë, e kanë respektuar figurën e Skënderbeut. Pavarësisht se ishin kundërshtarë shumë të mëdhenj Po. në luftë, dhe perandorisë osmane i shkaktoi shumë deme ushtrisë së saj, prap Ja ata e njihnin vlerën. respektonin figurën dhe ja njihnin vlerën atij. Shumë faleminderit Piro. Me sa duket dashur dëgjues, nuk qen kemi shumë keq, besojmë të vërteta. Po. Deklarata të vërteta. Piro, pas gjithë këtyre fakteve dhe sqarimeve që kemi ndarë, mendon se sot e njohim më mirë Skënderbeun apo thjesht e kemi mësuar përmendësh? Mendoj se ne kemi mësuar përmendësh figurën e Skënderbeut sot në ato librat e historisë dhe me radhë. Sot ka shumë informacion mbi Skënderbeun, por duhet thelluar akoma dhe më shumë. Nuk mësuar vetëm disa gjëra, dim datat, dim betejat kryesore që ai ka zhvilluar, por nuk dim akoma më shumë gjëra të tjera rreth Skënderbeut. Domethënë, tu ta dim me të gjitha edhe të metat që ai kishte si njeri. Njeri, po. Po, normalisht. Kishte edhe të metat me ti, por që shumicën e gjërave i kishte pozitive. Po. Pra, thënë,
ta njohësh vërtet Skënderbeun do të thotë që të kuptosh të vërtet vlerat e tij që ai kishte. Jo vetëm të mësosh ato disa gjëra përmendesh kaq dhe mbyllet këtu figura e Skënderbeut. Duhet të thuar akoma edhe më shumë. Për të pasur edhe si Po, shembull. që të pasësh të shikosh. Jo vetëm për njohuri, Po. po edhe besoj është një shembull i Po. jashtëzakonshëm Po. vlerash Po. morali për ne. Nëse do të duaj ta përmblisnim figurën e Skënderbeut me një vlerë të vetme, meqense po flasim për Po. vlerat, që i mungon më shumë shoqërisë son sot, cila do ishte ajo? Mendoj pse? se vlera që i mungon shoqërisë tonë sot dhe që ka përfaqësuar më së miri Skënderbeun ishte bashkimi. E dimi që Skënderbeu arriti të bashkoj principatat shqiptare në një të vetme pavarësisht konflikteve që princët asaj kohe kishin me njëri tjetrin, kishin konflikte të mëdha, secili princ luftonte për interesin e tij, luftonte për territorin e tij, kishte flamurin e tij, ushtrinë e tij, kalat e tij. Nuk i bënte përshtypje për princat e tjerë, nëse pushtoheshin apo jo. Thjesht shikonte territorin e tij. Por Skënderbeu arriti që këtë mendësi të princave shqiptar të asaj kohe ta hiqte, duke i bashkuar të gjithë principatat shqiptare në një të vetme. Ai dinte se pa unitet, pa bashkim, nuk ka as të ardhmë as liri. Kjo është një gjë që vjetër edhe tek shoqëria jon sot, mungesa e bashkimit. Një vërtet. Jemi një shoqëri e ndarë. Nuk jemi një shoqëri bashkuar. Si mund të flasim ne për unitetin në ditët e sotme, duke marrë shembull atë kohë? Shpresojmë që shoqëria jonë sot pikë së pari të mos shkojë vetëm me interesin e saj, po të shkojë të mirën e përbashkët. Po. E mira e përbashkët, pra nuk më të mendosh për të mirën tënde. Do të mendosh edhe për të mirën e të tjerëve. Dhe kjo vjetër e sot. Vjetër në shumë raste. Mos përmendim raste të shumta, por që e kemi verë e vemre, jetojmë këtu në këtë vend, kështu që i njohim të gjitha gjërat. Ka vlera të tjera të Skënderbeut që mund të ndalemi pak më gjerë, për të cilat ne kemi nevojë t'i rokem në shoqërinë e sotme edhe më shumë. Përveç bashkimit. Përveç bashkimit. Besnikëria e tij ndoshta. Besnikëria, po. Dashuria për vendin. Po. Dhe kjo është. Nuk e duam vendin vetëm në një ndeshje futbolli, Po, po. apo jo? Si që përmenda dhe në emisionin e kaluar. Po. Po. Që jo, vendin duhet ta duash, po tani është kryesori atë dhe unë tënd. Dhe Skënderbeu këtë gjë e shprehu më së miri. Ndoshta edhe jo aq shumë sa ne sot e mitizojmë. Por në fakt ai Por doli që- për te i egos edhe ratis së vet, sepse mendoj Po. po të ishte për të, mund të Po. rinte shumë mirë në Turqi, të jetonte një jetë të Po, mirë, po. më Ai u kthye në në tokën e të qetësi, parëve të por u tij, në kthye tokën që i duke ditur kishte- edhe sfidat që mund të Po, në kishte. tokën që i kishte trashëguar nga babai i tij, në tokën e të parëve të vet. Më pas asaj këtë toka ai e zgjeroi akoma dhe më shumë duke formuar një mbretëri Po. në Shqipërinë në asaj kohe. Kështu që mendoj se edhe kjo është besnikëria, po është sakrifica, po, edhe kjo është. Qëndrueshmëria, gjithashtu edhe kjo është. Shumë Janë vlera disa për cilat gjëra se gjithë po. kemi nevojë. Po, Si mund ta sjellim figurën e Skënderbeut më mirë tek brezi i ri? T'ja u përcjellim këto lloj vlerash fëmijëve, të rinjve, ndoshta dhe ju si jeni duke bërë si mësues në shkollë. pikë së pari mendoj se figurën e Skënderbeut duhet ta tregojmë si njeri. Jo thjesht si një monument E vërtet, shumë. që ai ka si njeri me të metat, me të mirat e tij që ai kishte. Domethënë. Gjithashtu duke folur dhe për dyshimet që ai kishte, ato gjërat që ai bëri gjatë asaj kohe, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë mundohem që t'ju flas nxënësve për shumë gjëra edhe për te librit, që ata kanë informacionin e librit, mundohem që t'ju flas për shumë gjëra të tjera, si për shembull ato faktet që ndam më përpara. Po. Mundohem që ta ndaj librat e historisë sot kanë pak informacion në lidhje me Skënderbeun, ndoshta ky është dhe programi që është, por unë mendoj që duhet të ketë më shumë informacion për Skënderbeun. Është një informacion cilin nxënësve do të duhet. Është heroi ynë kombëtar,
Europa dhe bota në përgjithësi heronjt e veti vlerëson maksimum. Po. Rregull ka pafund gjëra për heronjt e tyre kombëtar. Prandaj mendoj se edhe nxënësi sot duhet të mëson akoma dhe më shumë për figurën e Skënderbeut. Pra jo thjesht si ta shikojnë si një mit, si një legjend, që të mos vetë thjesht e fletët e një libri. Thjesht duhet ta çmitizojmë Po. figurën e Skënderbeut, pra ta tregojmë në mënyrën e tij reale, mënyrën se si ai mendonte, pse veproi në atë lloj mënyre, si veproi, çdo gjë që ai përdori. Pra duhen menduar të gjitha këto, duhen nxitur edhe pak ai mendimi kritik, duhen vënë edhe pak te konteksti i kohës. Nuk mund ta krahasojmë me kohën e sotme. Pra duhet që ta tregojmë në mënyrën sa më reale të jetë e mundur figurën. Ndërkohë që duke folur, po kujtoja kohën kur un kam qenë në bankat e shkollës dhe në ato kohë mendoja sikur Skënderbeu e kishte çdo gjë të lehtë. Asnjë gjë nuk ishte e vështirë për Skënderbeun. Po në fakt patjetër që edhe ai ka Skënderbeu përballë me shumë vështirësi. Nga mënyra se si na sillej, na dukej sikur për të ai me një përplasje gishtash e bënte gjithçka. E bënte çdo gjë me magji. Po. Jo, thjesht ai duhet të dimë vështirësitë që ai kishte, zgjedhjet që ai duhet të bënte. Thash edhe tradhtitë që ai pësoi, gjithë presionin që mund të ketë pasur. Presioni të gjitha duhen menduar, sepse jo thjesht ai më tradhtoi ky, më në rregull do vazhdoj luftën. Ska gjë, s'e kam problem. Jo, s'ka problem. Jo. Ai më thënë duhet pastaj vendosesh në zgjedhje shumë të vështira. Për të. Ishin zgjedhje shumë të vështira që duhet të zgjidhet, çfarë duhet të bënte tani. Kto ishin? Pra, thash, duhet ta çmitizojmë deri diku figurën e Skënderbeut. Piro, cili është mesazhi me të cilin do doje t'i lije gjithë dëgjuesit në ditën e sotme? Mesazhi im është që të qëndrojnë të bashkuar. Thash edhe njëherë më përpara që shoqëria sot e shëndarë nuk mendon për interesin për të mirën e përbashkët, por mendon vetëm për interesin e tyre. Kjo gjë vihet re në shumë raste që mund t'i shohim dhe në jetën e përditshme. Pastaj për nxënësit, pjesa është që nxënësit studentët duhet të mësojnë më shumë për figurën e herojit tonë kombëtar. Për luftrat që ai bëri, mendësinë që ai kishte, diplomacinë që ai përdori, strategjitë që ai përdorte, të gjitha këto kanë lidhje me njëra tjetrën. Janë shumë të rëndësishme. Për mendimin tim janë shumë të rëndësishme. Shumë faleminderit për gjithçka që ndave së bashku me ne. Sot ishte vërtet kënaqësi të ndaleshim në këtë puntat ku patëm mundësinë të përkujtonim së bashku figurën e heroit ton kombëtar Skënderbeut. Ju falenderoj dhe juve shumë. Miq të dashur, shumë faleminderit që ishit së bashku me ne sot. Skënderbeu pra nuk është vetëm një figurë për t'u përmendur në data të caktuara, por një kujtesë për t'u jetuar çdo ditë. Jo me zhurmë të madhe, jo me fjalë të mëdha, por me dinjitet, me përgjegjësi edhe me qëndrueshmëri. Shumë mirënjohëse sot për mësues Piron për këtë bisedë të çmuar, por faleminderit edhe ju dëgjues të cilët ishit me ne sot në këtë puntat. Ky ishte buzëqeshi i ditës edhe për ditën e sotme. Do të takohemi sërish në puntatën e radhës. Deri atëherë vazhdoni buzëqeshin i ditës edhe jetoni në vlerat edhe në moralin e duhur. Kalofshi një pasdite sa më të bukur. Miru dëgjofshim në puntatën e radhës. Radio Emanuel, energji për ditën tuaj. Radio Emanuel.